Humbja e parakoshme në nëntor të vitit të kaluar e këngëtarit të njohur Shpat Kasapi la një zbrastisë të madhe te familjarët dhe publiku që e ndoqën ndër vite, edhe pse muajt kalojnë kujtimi për të mbetet i gjallë, veçanërisht përmes artit dhe trashëgimisë muzikore që ai la pas. Së fundmi, bashortja e tij Selvia ka prekur zemrat e të gjithë ndjekësve përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram. Ajo ka bërë të ditur se Shpati ka lënë pas disa këngë të cilat nuk arriti t'i publikonte sa ishte gjallë, duke ndarë të gjitha fjalët e saj të ndjera për këtë projekt. Në mesazhin e saj të plotë Selvia shkroi: Shpat, të qanë të gjitha nënat shqiptare dhe sot po i lë botës një këngë që flet për mallin e një djali në kurbet, që e ndron ditën kur do të kthehet dhe do ta gjejë nënën duke e pritur. Ajo vazhdon më tej duke shprehur dhimbjen e madhe që ndjen teksa dëgjon këto vargje sot. Sa rënd t'i gëllon sot kjo këngë, sepse një nën ende pret zërin e djalit të saj, për qafimin e tij dhe trokitjen e tij në derë. Në mbyllje të dedikimit, Selvia tregon se është si një mision personal që zëri bashortit e saj të ndjer të mos shuhet kurrë. Shpati ka lënë pas disa këngë që nuk arriti t'i publikojë dhe edhe pse zemra më dhemb e ndjej se kam për detyrë t'ju sjell juve që zëri i tij të vazhdojë të jetojë mes nesh. Së shpejti, kënga e titulluar Nana do të jetë në YouTube, deklaroi ajo.